Kemi Rivierën Shqiptare, kemi mund themi dhe sistemin melor, kemi qytetet që mbrojnë nga UNESCO që janë një bukuri shumë që duhet ta vizitojnë të gjithë. Një natyrore. Çfarë kontingjenti turisti zgjedhim ne? Përveç ne të nuk pjesë zgjedhim asgjë, ekonomike. ne thjesht kemi hapur dorën të gjithë, derën të gjithë. Deri në këtë fazë jemi? Por ne nuk zgjedhim. Nuk po them tek turizmi elitar që po trumbetohet por shumë larg. Pra, ka një lloj standardi që e kërkon turizmi elitar. Nëse nuk plotësohet një nga ato pikat apo elementët, ata nuk zbarkojnë në territorin shqiptar. Po them kontingjenti turistëve që vinë tek ne. Ne kemi një database për të anës ekonomike? Shiko, ana ekonomike është databaza që ndërton databazën më suksesshëm se çdo lloj dhënie tjetër. Por ki parasysh një detaj shumë të rëndësishëm. Deri më tani Shqipëria është promovuar si një destinacion turistik shumë i lirë. Pra, kanë zënë titujt e faqeve të para mediat në UK apo kudo që në Shqipëri me 100 euro mund të shkosh të vish. Ndërkohë që me 100 euro je në shtëpinë tënde dhe nuk ja del dot as 2 ditë se të shkosh të vish është pretendim shumë i madh. Pra, ky lloj reklamimi sigurisht që ju ka hapur derën atyre që kanë këto lloj buxhetesh për të shpenzuar. Që vinë dhe konsumojnë byrekun tek byrektoria e parë që gjejnë, tek furra e bukës që hasin, apo që thash mbushin ujë në çezmat publike, që po t'jeti pishëm shumë mirë, po kam rezervat e mia. Këtë lloj turizmi kemi hapur dyert ne. Elitarët, ata që vinë kur ka edhe brande të mëdha. Sepse prezenca e markave të mëdha është edhe tregues atraksion. Jo vetëm atraksion, por është ofrues garancie që ka një shërbim, ka një cilësi më të mirë. Ne duhet ta themi në mënyrë të bujshme faktin që Shqipëria bën pjesë tek vendet e sigurta. Pra turistët tanë në Shqipëri janë të sigurt. Gjithë të tjerat këto konfliktet që ndodhin s'ka ndodhur kur për nivele banale apo që të dëmtojnë të tjerët. Kështu që në këtë pikë ne jemi një ndër vendet e sigurta ku mund të bëhet turizëm shumë mirë. Kemi mikpritje autentike dhe këtë duhet ta ruajmë. Pra ne nuk jemi të edukuar në hospitality, pra në këtë industrinë e shërbimeve dhe të mikpritjes, por kemi mikpritjen tonë shumë të veçantë që është cilësore. Ushqimet tona duhet jenë ato që duhet të jenë prioritet kur ne u ofrojmë turistëve. Ndërkohë që ne po ju ofrojmë produkte importi. Pra ne kemi kantina shumë të mira vere në Shqipëri, që prodhojnë një verë të jashtëzakonshme dhe mund t'ja u ofronim ato lloj verash në restorant. Por jo, ne ofrojmë verë të importuar. Ngjiten turistët në vende shumë të veçanta dhe nëse kërkojnë një godhall nuk e kanë, por nëse kërkojnë një pije të gazuar e gjejnë. Dhe ky është një paradoks shumë i madh. Pra nëse ne duam që të kemi vërtet cilësi në atë çfarë ofrojmë, duhet të ofrojmë produktet tona dhe atë se çfarë është e jona, që të rikthehet sërish. Se dhallin shqiptar nuk është se do i gjejnë shpesh. Mirinda, 150 euro të paktën sipas kalkulimeve shpenzon një turist që është nga lindja, 170 që është nga vendet e perëndimit dhe mbi 200 euro apo dollar për harkun kohor të 24 orëve, akomodim, ushqim, transport, janë ata që vinë nga Amerika. Janë shifra që janë paradoksale apo vërtet qëndrojnë kur bëhen kalkulimet finale? Janë shifra që janë tërësisht brenda kalkulimeve. Pra nuk janë paradoksale për të thënë, sepse kur them janë normale, por nuk janë për turistë të cilët po investojnë, janë turistë që thash njërë në mos 2 vakte, 1 vakt sigurisht që do e kanë te byrektoria. Kështu që me ato çmime, sepse ne po e shohim vetë cilësinë e jetës, po e shohim vetë çmimet e produkteve që po blejmë vetë në supermarkete dhe po shtrojmë në tryezat tona. Kështu që për një turist që shpenzon kaq pak, nuk mund të themi që do të kemi të ardhurat të bujshme në buxhetin e shtetit. Të ishe huaj do vje për të 2 apo 3 herë radhazi në vendin tonë? Të ishe huaj do të vje edhe për të 7 milion herë, sepse, po e them këtë detaj, unë kam disa kohë që kam marrë fushat me fëmijët e mi, që çdo fundjavë i çoj në fshatra mundësisht edhe të braktisur, për të parë bukuritë e plota të Shqipërisë. Të falenderoj shumë. Kënaqësi.